Kompania Rajonale e Ujësillësit Prishtina, si sektori i ujit në Kosovë, apo si departamenti, apo si kompania më e madhe e ujit në Kosovë që furnizon me ujë të pijshëm 40% të territorit të Republikës Kosovës, kohën e fundit, me rastin e shfaqjes së manganit në liçenin e Badovcit, është përballur me disa vështirësi në furnizimin me ujë të pijshëm, gjë që më parë ka ndodhur më pak, kësaj here më shumë, për shkak që kohë më parë u shfaq edhe mangani në liçenin e Badovcit dhe shkoi një kohë e gjatë derisa u stabilizua. Pastaj që t'i furnizojmë qytetarët me ujë në gjitha zonat e shërbimit në mënyrë proporcionale, në mënyrë të barabartë, ne është dashur të ndërpresim një linjë, për shembull ata që janë furnizuar nga Batllava, ta kthejmë linjën me ata që janë furnizuar nga Badovci, në mënyrë që edhe uji të bëhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Edhe në Podujev, sipas menaxherit të njësisë në Podujev, reduktimet e ujit apo mungesa e ujit të pijshëm në disa lagje të Podujevës ka filluar të ndodhë qysh prej shfaqjes së manganit në liçenin e Badovcit, edhe pse këta furnizohen me ujë nga sistemi i Battlavës, por në mënyrë që ata konsumatorë që s'kan pas fare ujë, ne është dashur ta ndërpresim linjën nga Batllava apo për konsumatorët e Podujevës, në mënyrë që ta kthejmë linjën nga ata konsumatorë që nuk kanë pas fare ujë. Në këtë rast, këta konsumatorë nuk është që s'kanë që një kohë gjatë, kanë ujë kohë pas kohe, por jo ndoshta 24 orë pa ndërprerë. Mirë po ne po shpresojmë që problemin me manganin së shpejti do zgjidhet bashkë me Institutin e Kimisë, por problemet në Shkabaj po ashtu kanë ndikuar që edhe disa konsumatorë të Podujevës të mos kenë ujë në këtë periudhë. Kjo ndërlidhet me turbullirën e ujit në kanalin e Ibër Lepencit, aty ku kam punuar për ta riparuar kanalin, pra kontraktor nga Ibër Lepenci, dhe uji ka qenë aq i turbull kur ka ardhur në pikën e Mihaliqit si pikë marse nga ujësillësi i Prishtinës, sa ka qenë e pamundur të trajtohet. Me që rast, impianti i trajtimit në ujë në Shkabaj për një kohë ka qenë jashtë funksionit. Dhe ne, konsumatorët e fushë Kosovës, jemi munduar që t'i furnizojmë me ujë përmes autobotëve, por edhe përmes linjave tjera në mënyrë që sadopak katet e mëposhtme të kenë furnizim me ujë. Sot nuk kemi ankesa përveç disa kateve të larta të fushë Kosovës, mirë po ata konsumatorë që mbi katin e 7 nuk kanë fare ujë, nuk është problemi i ujësillësit. Ata bashkë me investitorin duhet të vendosin pompa brenda ndërtesave, sepse ne obligim ligjor e kemi të dërgojnë shtypjen e ujit minimumi 1.5 bar, që i bie 15 metra lartësi, dhe çka e kalon 15 metra nuk është obligim i ujësillësit që t'i furnizojë. Dhe si mund të furnizohen këta konsumatorë më mirë me ujë, katet e larta, të vendosin pompa brenda ndërtesave në mënyrë që të shtyhet uji me presion deri në katet më të larta, sidomos kur ka vështirësi për shkak të punimeve në kanalin e Ibër Lepencit. Po të mos ishin këto punime, sepse këto bëhen për riparimin e kanalit, po të mos ishin, atë normalisht që nuk do të kanë problem konsumatorët e fushë Kosovës, dhe jemi në dijeni që konsumatorët e fushë Kosovës për një kohë gjatë janë furnizuar me ujë nga Kuzmini dhe kanë pas ankesa të shumta, pastaj ne filluam përmes një gypi që investuam që këta konsumatorë t'i furnizojmë nga Shkabaj. Dhe pikrisht turbullira e ujit që ka ndodhur në kanalin e Ibër Lepencit dhe pamundësia për ta trajtuar ka çrregulluar në tërësi furnizimin me ujë, si në lagjen Arbëria, në fushë Kosovë, në lagjen e Mshirë, në Drenas, në Obiliq dhe në disa pjesë të komunës së Podujevës.